Mish Prizbus. Një nga ato temat cilet desha dhe kam dashur gjithmonë trajtoj është pikërisht tema e një farë mënyre koshiencës politike të leadershipeve në Shqipëri, cilët nuk din doriqen kurrë. Edhe nëse doriqen për arsye që o kanë të bëjnë me bie fjala përfitimin ose nxjerrjen diku të një lloj ideje e cila do të shërbejë edhe për më vonë, po për sundime, po për leadership, ose për kushte të jashtëzakonshme pastaj, për të zotë smundje ose largimi nga jeta. Asgjë tjetër më tepër se sa kaq, por kjo është e vërtetuar te ne në Kosovë, kudo. Megjithatë, në Kosovë është shumë më mirë se sa ke ne, sepse largohen nga në një farë mënyrë drejtimi, një pjesë. Qëndrojnë aty rreth partisë, por largohen nga drejtimi. Ideja e fundit ishte Ramush Haradinaj. Komandantin, sigurisht unë kam respekt të jashtëzakonshëm për komandant Haradinaj. Është një nga njerëzit cilët sigurisht ka shkruar historinë e UÇK-s dhe përballjen me armikun, gjenocidist, armikun serb. Sigurisht është një familje e cila i ka dhënë luftës në një farë mënyrë gjakun e saj, dhe vetë Haradinaj është komandant legjendar, ka bërë luftë të cilat njihen edhe askush nuk mund t'i kundërshtoj. Njëkohësisht u akuzua, u kërkua 25 vjet burg nga Haga për të dhe doli pafajshëm. Ai tash i ka dhënë dorëheqjen nga AKJ, partia që ka formuar vetë që në 2001, në mos gabohem unë. Është bërë kohë gjatë, thot, shpërtan për rrugën, dhe njëkohësisht unë nuk do kandidoj. Kjo është një nga mënyrat për të qenë bashkëkohor, 25 vjet janë shumë. Dhe normalisht jam i pakënaqur me rezultatet e fundit. Ai erën e parafundit kishte 8 deputet, kësaj radhe ka 6. Çfarë ka ndodhur? Ka ndodhur që këto janë të vërteta, është pamje. Pjesa e gjatë e drejtimit, leadershipit të tij dhe njëkohësisht faktori që e konsideron rezultat jo të mirë AKN në kohë të sotme. Mund të jetë edhe një faktor tjetër që jep dorëheqjen në një farë mënyrë për të qenë edhe kandidaturë për president. Mund të jetë edhe kjo. Po mund të jetë se ai pret edhe daljen nga burgu të bashkëluftëtarëve të tij dhe sigurisht Thaçit, Veselit, Krasniqit, që sigurisht do të luajnë në politikën kosovare jam i bindur, një faktor të ri edhe të ri. Jo si njerëz, po të ri në momentin që është Kosova sot. Me një, që me thënë, fitore gjithmonë 2 herëshe, 3 herëshe të madhe të Albin Kurtit e partisë të tij, Lëvizja Vetëvendosje. Normalisht opozita ka vështirësi të mëdha. Ka vështirësi të mëdha dhe ka një arsye që ka vështirësi të mëdha. Është edhe shpërndar, por njëkohësisht edhe nuk po kupton që nacional populizmi i Kosovës mbizotron saj të pragmatizmit të opozitës. Është mbizotrues. Janë kthyer në ballkanik të vërtet, bile duke i shoqëruar me nacional majtizmin e Albin Kurtit, ka efekt në Kosovë, pa diskutim që ka efekt. Ju duket sikur ajo është gjëja më e mirë, në të vërtetë nuk është më e mira, në të vërtetë nuk janë as më të ndershëm, edhe historia nuk është kaq e pastruar e tyre, është kaq e qëruar, janë plot fare edhe ata, por në përgjithësi tash shoqëria kosovare është e prirur. Ndoshta kjo dorëheqje ka të bëjë edhe me këtë faktor. Por ajo që mbetet kryesore është që është dorëheqje dhe nga kjo dorëheqje të një diçka që e ka themeluar vetë, duhet të mësojnë edhe në Shqipëri. Edhe për të tjerë që se kanë themeluar vetë. Sali Berisha nuk di t'japi dorëheqjen kurrë asnjëherë, dhe atëherë kur i jep është një gënjeshtër. Tash duhet të thënë, po e njëjta fjalë po thuaj edhe për Edi Ramën, po përderisa fiton nuk e pse i thua dorëheqje. Pavarësisht fjalëve, jo fitoi me padrejtësisht me banda, me krime, me të gjitha këto janë element pastaj të folklorizmit shëmtuar tonë, që ai populli jeni edhe kështu veprojnë. Nuk është çështje shoqërore, nuk është çështje kaq shumë politike. Kjo lloj politike që kemi, këto lloj njerëzish që kemi janë produkti i kësaj shoqërie.
Por shembulli i Haradinaj duhet përmendur për mirë, sepse sigurisht as kërkush nuk mund t'ja kërkonte, por nxori vetë. A kanë qëllim tjetër, kanë ndonjë qëllim tjetër mbrapa, mund të ketë, për përsërisë edhe një herë, mbase mund të afrohet për president, mbase shikon një takme tjetër mas daljes nga lirimi nga burgu në Hag, mbase një ide tjetër e perceptimit opozitar ose nuk e di të pushtetit, mbase bashkëpunim, këto janë për të parë. Ideja është që ka rëndorheqje. Dhe kjo është një veprim i mirë. Dakord, miqtë e mi?